Mirëmbrëma, me sa duket vija e lundrimit të Erion Velijes është përplasur me atë të qeverisë të Edi Ramës. Kemi dy veprime të tyre. Edi Rama që i bën kërkesë KQZ-s për ta shpallur postin e kryetarit të Bashkisë Tiranës të lirë, dhe Erion Velija që bën kërkesë në gjykatën kushtetuese për anullimin e vendimit të Këshillit Bashkiak. Të paktën shprehur me gjuhë popullore. Më saktësisht do flasim me dy të ftuarit. Kam avokatin Edmond Pedraj, zoti Pedraj, mirëmbrëma mi sërde. Mirëmbrëma, faleminderit drejton. Kam gjithashtu edhe kolegun Flogart Musha. Flogart, mirëmbrëma mi sërde. Mirëmbrëma, kënaqësi. Shiko, dua ta nis me ty Flogart, pastaj kalojmë në anën teknike të zoti Pedraj. Kemi një përplasje, domethënë nuk e kemi me Britma me ulurima, nuk e kemi si KQZ-ja, si ajo drejt mbledhja e dikushme e famshme Fatos Nanos që u bë strat, por kemi një lloj përplasje siç po ndodh së fundmi në Partinë Socialiste në heshtje, pra ka përplasje, nuk është se nuk ka rryma fraksione njëra tjetër, por ndodhi në heshtje. Kjo është një përplasje e tillë. Dëgjoj, kjo është një përplasje që në fakt Edi Rama e paralajmëroi që 11 shtator. Sepse në qoftë si u kujtohet fjalimi i famshëm kur bëri shpalljen e shkarkimit Velijajt, tjerat pastaj ishin procedurë pa në interes. Rama pasi i ras pakut mirë dhe tha që i keni bërë bërësi drejtat e njerëzit, por ne nuk do ju lëvizim, nuk do ju ngasim me ligj, pra e rrëzoi Komisionin Xhafaj. Në një farë mënyrë sikur ju tha amerikanëve dhe europianëve që okej, do e lëmë siç e doni ju, pra ju a dha atë që kërkuan. Nga ana tjetër tha që ne do ndërmarrim këtë hap që është një hap i debatueshëm, por i domosdoshëm për qytetin e tjera me radhë, dhe ligjërisht kur foli për ligjin, tha që duhet parë dhe ai ligji atje. Pra nën kuptonte që diçka mund të ndodhë. Dhe kam përshtypjen se kjo përplasje e Ramës me Velijajn, nëse mund ta quajmë kështu, unë dua ta quaj kështu sepse tani më ka ndodhur, sepse në të kundërt Velijajt do ishte dorëheq, ka nisur, por me sa duket të dyja palët janë të interesuar që më shumë ta trajtojnë si një përplasje juridike institucionale se sa si përplasje politike. Sepse si përplasje politike ai që do të fitojë më shumë, se tjetri sapo ka fituar dhe nuk ka shumë bet, pra Velijaj nuk i intereson. Ndoshta deri në një moment dytë. Ndoshta Flogert sepse nuk e di se sa ka mbrapa, sepse ai votimi në Këshillin Bashkiak mund të demoralizojë gjithë asaj. Po ki parasysh ke një Edi Ram. Duke menduar që më shumë se gjysma e tyre i ka vënë ai dhe ata. Po ke një Edi Ram me 83 mandate. Ke një Edi Ram i cili partinë dhe qeverinë e ka rrjesh për 1. Pra, në qofse ose kur kemi parë kur janë goditur liderat e partive, për herë ata që kanë bërë revolucionin ose rrëzimin e madh, e kanë bërë kur lideri ka qenë një moment të dobët. Pra, Rama ka dashur vetë i ikë pak. Ose si rasti Nama. Eksakt, po ka dhe raste tjera në Europë që janë goditur në momente të dobta. Pra, Rama mund goditej përpara zgjedhjeve të vitit 2017 ose në 2017, kur mori 74. Që mund ta pengoje ta merrte 74 dhe mund të ishte ti kingmakeri. Edhe në 2021. Sot do ishte gaf që dikush brenda Partisë Socialiste të merrte mundimin të rrëzonte Edi Ramën. Domethënë është të bësh vetvrasje politike në mënyrë kategorike me një opozitë të tillë përballë. Dhe e dikush është e keqja. Që edhe nëse dikush brenda Partisë Socialiste, nuk po them Velijaj, po kushdo tjetër. Po hipotetizojmë. Do dojë të krijojë një fraksion që të japi dorë opozitës për të goditur Edi Ramën. Si meta dikur. Po, eksakt. Më shumë dobësohet dhe goditet ai që shkon dhe afrohet me doktorin, se sa Rama. Pra edhe aleati mundshëm potencial përballë që është opozita, është aq i rënd se nuk e vlen. Mua bën që kjo opozitë duhet drejtë të lekë këtë. Jo, po të më thuaj tani, ti thuash sot për shembull Velijajt, kujt don Partinë Socialiste? Që krijoi një fraksion dhe me bashkoju opozitës bën një plan strategjik së bashku që të dobësoni Edi Ramën. Aty opozita do të dobësohesh edhe më shumë, ata socialistë mërzitur do shkojnë edhe më shumë te Edi Rama dhe figura politike që do të bënte këtë revolucion do katranosej si mos më keq. Kështu që Velijaj do e mbaj në këto shina, mendoj unë, nuk do e agravoj, sepse dhe halli që ka Velijaj tani. Në fakt është halli juridik. Dy herë që
opozita i është imponuar. Ka ndodhur në rastin e Berishës, kur nano e qeverisi me zëvendës ministra, sa kishte fiksë votat, kishte metën kundërshtar nga brenda partisë. Dhe rasti Berishës në fund të mandatit të dytë, kur u detyru me shfutoj vetëm nga vota e Islamit dhe të Xhamit që në atë kohë ishin me kaluam nga Rama po. Pra, nuk është më ai rast. Rama ka një diferencë për 21 votash që... Po ki parasysh diçka, fati politik i Erion Veliajt varet nga procesi juridik. Në qoftë se Erion Veliaj do ketë një proces juridik në Strasburg e kështu me radhë që do jetë në favorin e tij dhe do dali pa lagur nga ky histori, aty pastaj Erion Veliaj kthehet politikisht ka legitimitetin për të kthyer mirë. Pra, u sprovova, u hetova, u vetingova deri në brezin e 7 dhe jam i pafajshëm. Në atë moment, mandej, e ka legitimitetin dhe kurajën dhe do jetë dhe entuziasmi që mund vijë dhe mund bëj një betejë, fjala vjen me gjithë ata që mendon ai se e pren në bezë dhe e hodhën në kanal. Pa mbaruar këtë procesin juridik, do ishte gafë që të hapte një front tjetër që të bënte edhe një betejë politike. Se beteja politike nuk i shërben për procesin juridik, bëje sa duash ti, do humbasësh dhe ka i dhigjë mo. Për të përballur, thonjza me drejtësinë. Është më mirë ti jesh aleat në kuptimin perceptor, si aleat i të fortit, i Edi Ramës, apo si kundërshtar i tij, apo si aleat i doktorit. Besoj se Veliaj këto kalkulime është edhe një Bullgari i forcash. Dikur e ka bërë nanoja, po brava kishte një parti, ndërsa momentalisht Erion Veliaj nuk kanë. Edhe rezultati i fundit i Tiranës, që mori 19 mandate socialistët, një më shumë se zgjedhjet e shkuara, me Veliajn mund të merrte edhe 20, ndoshta edhe 21, po prap tregoi që ai nuk ka atë valencën që bën diferencën absolute, që Tirana nga 18 shkoi 10. E kupton? Do themi prit se këtu na mungon një 100.000 voç që një faktor. E kupton? Pra, edhe aty Partia Socialiste e ka mbuluar edhe duke e trajtuar Veliajn si pjesë të tyre dhe i ka ndihmuar dhe Veliaj duke mos u dalë kundër, ë? Po. Se ndoshta por që është një lojë më shumë pa njohura, por Veliaj besoj se fatin e tij politike ka të lidhur me procesin juridik. Në qoftë se arrin që të ruaj qetësinë që ka ruajtur dhe jo si në fillim, që bam, që për mua ishte gabim ndaj prokurorëve, besoj se do ketë rrugë më të butë përpara se sa shkëmbi që ka kaluar deri tani. Pedro, juve si e shikoni kundërsulmin e Veliajt ose veprimin e Ramës? Shiko, më duket herë më duket si përmendet në 115. Herë më duket si një lëvizje e duhur, por në një moment tjetër që rrie mendoj, ndoshta më duket edhe një lojë për të penguar zhvillimin e zgjedhjeve këto 1 vit e gjys. Dhe sa mund të shkojnë zgjedhjet, nëse domethënë sa është afati që mund ta ndërmarrë? Kjo ka 2 faza. Faza e parë është faza e verifikimit që bën gjykata kushtetuese, që është Erion Veliaj i prekur drejt për drejt nga kjo situatë, që normalisht është ai, se është kryetari i bashkisë, dhe dyta është që VKM-ja, e cila është pjesë, VKM-ja është akt normativ apo administrativ, se aktet normative kanë efekt të përgjithshëm, dhe pjesa është pasaj që ku kemi shkeljet kushtetutës me pushtetin vendor. Këto verifikohen, këto pasaj kalohet në fazën e dytë që fillon themeli. Në qoftë se kalohet fazë e parë, atëherë do të kemi një zgjatje të afatit se hyn direkt në pezullim të gjithë situatës. Unë e shikoj më tepër si akt administrativ, se nuk është akt normativ, një VKM, dhe ajo që shikoj lojën e Ramës, po marrim versionin tani që s'ka lojë, s'ka marrëveshje, më duket që Rama ju shkëput debatit me gjykatën kushtetuese. Pra një debat me gjykatën kushtetuese nuk do të ishte në pozicionin e tij të lojës tia të fuqishme. Dhe brenda 4 ditësh që u krye gjithë veprimi, me 1/3 miratuan, kaloi në vendimin e Këshillit Bashkiak, pasaj kaloi te prefekti e çoi gjërat pa afatet kohore, se ka deri 30 ditë Këshilli i Ministrave të verifikojë a plotësohen kushtet për shkarkim,
dhe prefekti ka 15 ditë, me fjalë janë disa afate kohore që mund të zgjasin deri në 2 muaj. Këto nuk zgjatën sepse Ky e pat. u mbaruan. Kështu që Brenda në momentin që ai kaloi në akt administrativ, se unë po shikoj dhe kemi ndoshta edhe përplasjen mes nesh, të pjesa e fushës së juristave, por që mua më duket se nuk kemi akt normativ, kemi akt administrativ. Dhe akte administrative normalisht janë në gjykatën administrative. Dhe aty mund të kërkosh se prek drejt për drejt Erion Veliajn, jo kryetarin e bashkisë, e ka shkarkuar kryetarin e bashkisë, që e ka shkarkuar Këshilli Bashkiak, për mos prezencë në punë. Po. Atje. Dhe pra të që ju preket pak përpara që ai është drejtuar KQZ-s, gjë që nuk ka një lloj ne nuk kemi parë akoma në një dokument që i është drejtuar KQZ-s, po dhe aty ajo i drejtohet që kemi një vakancë. Në momentin që ka vakancë, merret pse nuk ka vajtur në detyrë, ato elementet janë në kushtet e mos ndjekjes së funksionit të tij të shkaqe madhore. Po, dhe kështu që mbyllet cikli i Veliaj, por unë ndoshta do të dilim çika Po ligjvën si avokat. S'ka ligjvën. Jo. Kushtetuta, jo, s'më kuptove. Kushtetuta. Shiko, neve tani po i mësojmë kushtetutën. Jo mo. Po ta shikosh tani po ta shikosh. Jo mo, unë po të bëj pyetje. Jo, një sekond. Unë s'e kam mësuar dhe nuk pretendoj. Ta themi edhe pak me sportivitet. Ai është në burg, çfarë sportiviteti ai po bën burg. Takova njëri rrugës edhe tek në gjykatën e Durrësit. Atje edhe duke dalë më thamë, po si do vi kjo punë e gjykatës kushtetuese ta. Imagjinon tani sa pesh ka ngritur gjykata kushtetuese tani, duket sikur Velia kjo e gjithë. Erion Veliaj ka disa elementë, ka disa skupeve të cilët ka marrë goditje nga Tirana. Para njëra i ka qenë miku kryetarit Bashkisë së Stambollit, bëri binjakëzim, rrinte drega darga, kalonte kohë dhe pushime me të, ai ishte kundërshtari i Erdoganit. Ai sot është në burg dhe ky është në burg. Për shembull, kjo mua më duket fantashkencë ose konspiracion. Shiko, nuk mund të themi aty, po janë disa gjëra që edhe nuk duken. Se mund të them unë që Erion Veliaj ishte miku Alex Sorosit, që sa vinë në Tiranë takonte Aleksin dhe po të flasim me marrëdhënie se cili ai ishte vërtet Erion Veliaj në këtë mandat që duhet ta qeveriste ai, po ne ishim se në 2005 është bërë bazari. Kjo lojë politike që mirë, patjetër, po unë e kisha juridike. Kur duan të ikin ligjvën sikur ka bërë kushtetutën, a nuk pse e ka bërë tek deputeti që me arsye ose pa arsye mungesën 6 muaj? Dhe te kryetari i bashkisë e ka bërë 3 muaj dhe nuk kalon as me arsye as pa arsye si bisht, fare. Problemi që është vakanca dhe në se je një, nuk je 1 nga 140. Shiko çfarë ndodh tani, që ja ta them unë. Ky është disfavori i Veliajt në fakt. Shiko, gjykata e Tiranës ka dhënë shumë vendime të cilat Bashkia e Tiranës nuk i ka zbatuar. Një element që kapet. Ka shkelur ligjin, nuk ka zbatuar vendimet e gjykatës. Janë me 10 në Bashkinë e Tiranës që nuk ka zbatuar. Ja u kap një shkak. Çfarë do i bësh? Shiko, ka një ka shumë, po të duash ta kapësh e kap, por marrëdhënia për të larguar me Erion Veliajn ishte që tashmë Rama e kërkon Tiranën me kokë, kërkon të vendosi një person, siç është çfarë do i prishte punë Ramës për i vit më? Se Veliaj nuk kandidon dot më. Tani Erion Veliaj është kockë forte. Po nuk kandidon dot më, nuk kandidon dot më. E ka me ndryshimet e 2015-s që ti e di për pushtetin. Po e ka 3 vjet. 3 mandate. Veliaj i kryen ato 3 mandate dhe pastaj do varesh nga Rama. Do e mbante në qeveri, do e linte kryetar partie. Legitimitetit që e ka bërë, jemi legjitim në këtë situatë apo si jemi? Problemi është që ka shkelje në mënyrën se si u nxitua ky veprim. 1/3 e antarëve të Këshillit Bashkiak i kërkojnë kryetarit të Këshillit Bashkiak të mbledhjen e jashtëzakonshme. Rendin e ditës është që e përcaktojnë prapë këta shkarkimi i kryetarit të bashkisë. Në ti po thua që kjo mund të jetë një lojë që Veliaj ta fitoi në kushtetuese, duke nuk e fiton dot Erion Veliaj, mbaroi cikli politik Erion Veliaj. Nuk mund ta fitojë në kushtetuese? Jo. Sepse tani në qoftë se kushtetuesja e verifikon në fazën e parë. Kushtetuesja si ka mbetur vetëm të interpretojë. Fazën e parë, jemi në këtë kusht apo si jemi akt normativ apo akt administrativ? Kam frikë mos kushtetuesja duhet i njihet. Ky zotëria që ka munguar 6 muaj, meqense ligji nuk e specifikon,
Ky është në kushtet e një faktori madhor. Nuk e kap aty. Dhe nuk paraqitet dot sepse është ndaluar. Nuk e kap. Verifikimin e gjykatës kushtetuese, ja u thash, është pjesa e identifikimit të personit që duhet të bëjë objektin atë kërkesën, ankimin. E dyta është jemi në VKM administrative shkarkimin apo akt normativ, që kushtetuese merret vetëm me akte normative, s'merret fare me aktet administrative. Edhe kjo ngelet për tu parë, sepse në një bisedë që po bëja me një nga përfaqësuesit e personave të cilët janë të ky proces, i thash orë mos kemi ndonjë përplasje pjesën e mos kompetencës, më tha ka hapësira që mund të jemi atje. Pra ka hapësira që mund të jemi atje. Ndërkohë që mund të ecë edhe paralelisht, mund të çojë edhe këtë. Por kjo ngelet nuk ka mbrojtje Rion Velia, Rion Velia është pa mbrojtje. Edhe ti je duke u treguar evaziv si qeveria. Pse? Domethënë, në qoftë se Rion Velia shkon në kushtetuese, çfarë shpresë ka? Asnjë shpresë. Nuk ka asnjë shpresë. Për mendimin tim nuk ka, është zero. Pse unë zitua që të bëjë vendimi i qeverisë? Vendimi i qeverisë është akt administrativ. Kjo është logjika, nuk e di se sa më kupton. Po, pse nuk e quhen gjykatë administrative atëherë avokatët e vendit? Ata ta dinë vetë ata më. E dinë ata. Të jenë kaq të paaftësh pyetja. Hape ligjin, çfarë të thotë? Që avokati ja çfarë thën? Asnjëri si di se çfarë. Maksagjen. Jo, ka Arben Rakipi. Studion Arben Rakipi. Studion e zotit Rakipi. Edhe këshilltarët e huaj. Po, nuk mbrohet sot klienti me prokurorë, burr, as me gjyqtar. Ai do avokat profesionist. Sa avokat kanë studion e tij ai besoj. Po çfarë avokat jam amerikan? Ka të sharë, se problemi është që ka konflikt interesi me qeverinë. Kush si jurist, çka ka ai? Ku e ka kualitetin? Te kodi i ri penal që ka drejtuar të grupin e punës, që ka lënë ato. Ky është konflikti. Po ka shumë konflikte, për mendimin tim shko, unë nuk kam gjë me atë. Problemi është që gjithë loja juridike që ka bërë Rion Velia, për mendimin tim me Rion nuk ka mbrojtje. Nëse do kishin këta, si mund të lejë Rion Velia të flisë nga mëngjesin darkë? Që flisë atje. Kur thjesht mund të bënte një kallëzim penal, edhe e largonte Olsi Dallë. Me që e kishe kaq problem. Një kallëzim penal. Largohe? Po, direkt. Pse se bëri? Pra janë disa elementë që nuk e ka kërkuar Rion Velia. Kërkoi shkarkimin, po për konflikt interesi. Por nuk në masën drastike, nëse nuk e donte atë, të bënte këtë. Pse se bëri? Kështu i ka disa gjëra që pra orientua gabim. Për mendimin tim, që nga mënyra se si u larje, nuk mua më vjen keq ai përfundoi në këtë pikë. Nuk di se si mund të rikthehet më politikisht Rion Velia. Për mendimin tim mbaroi filmi i tij. Unë e shikoj të mbaruar. Ndoshta është edhe ajo pjesa që ka pasur përplasje atëre Këshilli Bashkiak me disa rezerva që ka pasur nga komunitetet për pjesën e mbylljes kolegjeve turke që kanë qenë të Gylenit. E mban më si një përplasje. Unë e shikoj çik më larg. Jo strategjike. E shikoj pak më larg. Ai më tepër që u bë dhe mik me se ka. Po janë ca gjëra me Erdoganin. Cili fundit, sigur është shtor. Rama është ushtari i Erdoganit. S'ka shanse. Avokati është Ermir Beta i Veliet. Si bëra një çek tani. Tani avokat ai është edhe Artur Selmani. Po, tani nuk po them për këtë. Problemi është që jo, e thash për publikun edhe një ja po ta them unë, edhe një. Google-ojeni tani kush është. Nuk ka rëndësi. Janë të dy që kanë qenë prokuror. Të dy kanë qenë prokuror. Njëri ka qenë te apeli kriminal të rënda, njëri ka qenë berat në sa di unë. Problemi është ky, të mbrosh një klient sot do ritëm. Me logjikën e avokatit unë po shkoj në një qasje kështu diabolike që Rama e pas ka kryer këtë histori, nuk që nga marrë me Velien fare për të marrë vesh do dorhiqesh, më the tash. Po derisa ta kryesh brenda 4 ditësh. Por është marrë direkt me avokatët. Ju ka thënë atyre gjeni marifetin, ose dhe ata ka gjë du ta dinë se, më fal, avokat i nderuar. Ju edhe tjerë kolegë tuaj që ne i kemi miq përbashkët, këtë që po thuat tani, këtë historinë administrative apo ti keni zauruar. Jo, është diskutuar publikisht përpara se të ndodhte. Pra i bie që t'ja kenë bërë me kast. Që të kenë bërë këtë gabim taktik, sa ajo është trashanike. Gjykata kushtetuese interpreton ligjin. Në rregull? Nuk interpreton VKM-n. VKM-n e interpreton vetëm kur ka akt normativ. Kaq. E qartë. Nuk merret
gjykata kushtetuese. Në qoftë se do ketë elemente të tjerë pasaj, të cilët edhe ndoshta edhe nuk i dim, unë nuk është se e kam parë atë pjesën e ankimit të zotit Velie, por që unë do ta marr, do ta shikoj. Mbrojtjen e tij e kapet në 115. Po shiko, pikërisht pra, ai do të kapet e 115 dhe të 62-shi. Pra këto dy nene, të cilat janë zbatuar këto apo jo. Por duhet të dish, kemi një vakancë tremujore. Dhe Këshilli Bashkiak të shkarkon kur institucioni ka paregullësi të jashtëzakonshme ligjore, që do të thotë, paregullësi do të thotë që mund të kemi një interpretim nga një grup juristash të brendshëm që nuk janë zbatuar vendimet e gjykatave. Kaq mjaftoi. Ja një provë. Sa vendime gjykatash ka sot që nuk zbatohen? të them unë, sa institucione ka sot që nuk zbatojnë vendimet e gjykatave? Sa ka? Sa duhesh? Edhe vetë kryeministria ka që nuk zbaton vendimet e gjykatave. Ka shumë dhe po të duhesh ta kapësh një institucion me shkele ka plot. Por ideja është pjesa e legitimitetit. Unë e shikoj në këtë pikë, ai radari im më kap këtu, sepse librat thonë kështu. Ato çfarë kam lexuar unë dhe çfarë kam mësuar thonë kështu. Tani ngjelet për të kaluar te faza e parë e tyre. Mbas edhe kalon. Mbas e shikon ndryshe i gjykatës kushtetuese, por nuk më merr mendja që kjo të jemi atje. Pra unë e shikoj 99.99 që do rrëzohet dhe nuk do kaloj në fazën e themelit. Se po kaloj në fazën e themelit, jemi tjetër element. Pezullohet e tjera tjera. Po dhe në këto kushte që jemi, ai mund ta pezulloj. Rama. Thot, e di se sa të shprehet gjykata kushtetuese, sa të shprehet gjykata administrative, i thot opozitës, uli që ka do poplat, uli pak baterit, edhe e le fare që gjelet pas një vite gjysëm, bëhen zgjedhjet normale, çonër Gertën atje ku e nisi. Sepse 6 muaj para zgjedhjeve nuk mund zhvillosh zgjedhje. Po pra, tani elementet kohor janë vetëm 9 muaj. 9 muaj ike. Tani nëse brenda 9 muaj krijohet kjo hapësirë, mirë, pse ashtu, por që mendoj që nuk do të kemi. Nuk do të kemi zgjedhje. Jo, duket se Rama i ka hyrë për të mbyllur punë, nuk Shiko, Rama nuk i ka hyrë të zvarritet në politik. Rama do të justifikohet me sytë e tjerëve që unë e bëra detyrën time të shprehet edhe drejtësia tani thotë. Jo, po e bën. Nuk po justifikohet. Edhe një Rama ka shkel kushtetutën, po të flasim më shumë. Po pra po. Të gjithë institucionet, këtu që flasin ka shkel kushtetutën. E para punës i grupi punës. Grupi i parë që ka bërë kërkesën 1/3 të anëtarëve të Këshillit Bashkiak, që kanë bërë kërkesë për shkarkimin e Erion Velie, që është drejtuar kryetarit të Këshillit dhe është saktuar dita e mbledhjes, një kopje e dosjes dhe kërkesë do t'i çohet Veliej. Në rregull? Ti çoj, ta studionte dhe kishe elemente dur që të vinë edhe në mbledhje dhe të mbrojë. Po pra, po mos gjitha këto shkelje që janë bërë procedurale janë eksaktësisht për të dhënë. Po nuk e preke, nuk e rëndojnë qeverinë këto, fare. Jo, janë për t'i dhënë Erion Veliejt një bonus që kur shkoj tek gjykata atje ta ketë fitoren edhe më të sigurt. Dhe shkeljet nga ana e Spakut, shkeljet nga ana e Spakut që thoni ju edhe kolegët tuaj, se unë tani nuhasim aty, thoni që proceduralisht si është vepruar me Veliej ndaj nga Spaku, ka shkelje. Tani ka shkelje aty që ai do i çojnë në Strasburg. Ka shkelje këtu që ky do i çojnë kushtetuese ku të jetë përçuar. Kjo do i japi kohë Erion Veliejt, tani po bën diabolikun, që të qëndroj si kryetar bashkie sa më shumë të mundet, që të shkojë në gjykatë Strasburgu si kryetar bashkie, jo si qytetar i zakonshëm. Dhe nga Strasburgu të shkojë të marrë një vul si Thoma Gëllçi që janë shkel procedurat dhe të viti thot Spaku tani e di çfarë po. Ju thoni kemi gjetë shumë gjëra, po gjithë shkeni bërë janë të paligjshme. Po Gert, Erion Veliej nuk është kryetar i Bashkisë Tiranës, sepse u shkarkua nga Këshilli Bashkiak, le të jetë antikushtetuese. Ka element ligjor që mund të kapet, por Këshilli Bashkiak e shkarkoi. Po në momentin që ai e ka apeluar. Një sekond, nuk jemi shumë larg, ka dalë VKM-ja. Ka ngrirë gjë apo jo? Jo më ka ikur situata. Situata ka ikur, më ka dalë VKM-ja. Mbledhja e Këshillit të Ministrave. Ngrin VKM-ja në momentin që gjykata kushtetuese merr akt administrativ, jemi akt normativ. Kush gjyqtar shkallës parë në administrative do japi mas pezulluese për vendimin për këtë rast. Kush? Më thuaj ti. Ka ndonjëri fuqi? Mbi Ramën? Se këtë po diskuton edhe një ditë me Genzo Gjokutej. Këtë histori po diskuton. Ka fuqi ndonjëri? Sepse gjykata kushtetuese, nëse vete
merr fuqi pezulluese direkt se kalon fazën verifikuese. A do e kaloj fazën e para apo jo? Ti po thua sot që flasim. Është i shkarkuar Erion Veliaj edhe pse ka bërë apel në gjykatë kushtetuese. Është i shkarkuar me këmbë. Procesi drejt zgjedhjeve vazhdon normalisht? Patjetër. Ai është nëse nuk e shpall presidenti. Ku do bëj? Jo, nuk po flasim atë, jo. M'fal, ka një 15 ditë Veliaj që mund të apelojë. Ai e ka bërë pa konsumuar 2 javorshin, e ka bërë apelimin. Sipas kolegëve tuaj, tani se këtu mirë the edhe veti, jemi të ndarë dhe ne the, sipas juristëve, në momentin që ky bën apelimin, çdo proces ndalon. Ja. Pa u shprehur kushtetuesja. Jo, do të marri edhe një herë. Gjykata kushtetuese ka 2 faza. Ka fazën e parë verifikuese, ka edhe fazën e dytë themeli. Në qoftë se gjykata kushtetuese shikon verifikimin e parë që ky ankim është për tek mua apo s'është. Nëse nuk është për ata, i thotë, unë nuk ta pranoj. Në aty mbaron historia. Mbaron historia. Dhe ky tani i detyrohet shkon te gjykata administrative. Te gjykata administrative vetëm shans ka, kërkon mas pezulluese për VKM. Vetëm aty ka shansin e. Unë abitën si se kam bërë dhe atje. Ta bëni paralelisht. Po patjetër. Çka kushtoj? Patjetër. Po bini në konflikt dy gjykata. S'ka konflikt fare. Ajo është gjykat ligje, ajo është gjykat akti administrativ. Është gjykat administrative. Kemi ligjin. Një pyetje të fundit për sa i përket anës ligjore. Mund ta çojnë në Strasburg? Sa do vleja, do vete në Strasburg, do e shpallit pa vleshëm shkarkim. Ai duhet politikisht ajo punë. Po nuk Erioni nuk ka më njerëz rreth vetes. Ka mbaruar film. Për mendimin tim Erioni ka. Kush e mendonte që Lapa, i Shehaj dhe Shabani a Linçori do merrin 200.000 vota? Unë prisje. Ndërkohë që ky ka 250. Po, ndërkohë që 180 kanë. Një minutë. Ndërkohë që ky ka eksperiencën, nuk është njeri që si punon truri, se ka drejtuar një lëvizje mjaft, ky ka qenë. Jo, e kanë drejtuar. E ka ngritur një herë. Po pra, ky ka qenë fytyra dhe shpirti i mjaftit. Të tjerët kanë qenë numër topi, tjetër se i mori, i promovoi ky do u bën. Para ka, do t'i ketë mbledhur në një lek, kështu se politika do para, dihet kjo punë. Nuk ka netuar, ka rjetë. Ka rjetë kombëtar dhe ndërkombëtar njerëzish që... Nuk e vë do të basti që është i vdekur politikisht. Këtu morën ca nulitete që ti s'u di emrin. Jo ky që ka një... Sepse, nëse ka ndonjë gjë që mund të krenohet... Si koha do ta tregoj, Erioni nuk del nga koha mund të... burgu ka thyer, bura trimare, ka thyer ata që... Shiko, koha do tregoj... Që bënte syrit dhe unë po të them tjetër gjë, nëse... Do më pyesje pasaj për diellën, që e kanë marrë me të qeshur diellën këta. Këta e kanë marrë shumë me të qeshur diellën, se janë kaq idiota, sa bëjnë edhe ankim në kushtetuese pse presidenti ka dekretuar diellën. Kush këta? Opozita? Po. Tani, po janë idiota mordi. Kanë bërë ankim në kushtetuese për pjesën e diellës. Tani diellën presidenti se ka dekretuar. Faktikisht, Rama është duke përgatitur një kuadër ligjor për inteligjencën artificiale. Dhe inteligjenca artificiale këtu do bëhet varri i çdo lloj profesionisti në administratën publike, tek kontrolli i lartë i shtetit, në administratat e gjitha të ndryshme, drejtoritë e ndryshme, drejtësinë, do bëhet si në Abu Dhabi, që për 3 ditë ai mbaronte gjyqi. Për 3 ditë, inteligjenca artificiale 3 personave i jepte një mendim. Po ai nuk është ChatGPT që është pa pagesë. Ai është një sistem i tërë i cili menaxhon të dhënat dhe atë material përfundimtar që ti i kërkon. Dhe në momentin që hyn në dy krah, se e kam parë vetë këtë. Këtë e kam parë vetë, nuk më thotë njëri. Ditë e parë bëj prezenca. Ditën e dytë numëroheshin letrat komplet dhe futeshin live letrat, të gjithë në të dy krah. Dhe pjesa tjetër, ditën e tretë i jepte mendimin diella e Abu Dhabit. Se e din kështu. Unë po të them hapur këtë, dhe aty do shikosh pasaj që si janë bërë hetimet para prake, dhe do vit dita, mba e mëntë. E ka filluar projekt pilot Gjermania, e ka filluar Rusia, Danimarka, Italia pak më përpara. Edhe Spanja. E kanë filluar këtë sistem të verifikimit, të çekut, të çdo lloj materiali, dhe sepse ka shumë pretendime për sa i përket vendimit gjykatës. Ka një anshmëri, jo vetëm këtu, po kudo. Po mirë, dihet që 50% asnjëherë s'janë dakord me vendimin. Kështu që në këtë kushte që jemi neve, unë po them, kam qenë vetë në sallë gjyqe, këtë s'ma mohon dot njëri. Kështu që
Edhe është një personazh i cili shumë i lakuar nga Nikla, kështu që mos flasim atë. Kam qenë vetë sallë, kështu që Gjithsesi, do ta shohim, kjo është bazë sa i gjatë që ha. Jo, e di ku e lidhun këtë, unë e lidh sepse unë për shembull e mirëpres të pjesën e ndërhyrjes së inteligjencës artificiale, sepse do të kemi një transparencë. Shiko, mos e merr me shumë entuziazëm. Unë me entuziazëm e marr sepse kjo ka dhënë rezultat në një shtet i cili është sot ka një barazë gjithsesi varet si e ushqen dhe atë. Çfarë tifuzësh do nxjerr? Gjithsesi, po, bravo. Është madje edhe kjo ta thot, ki parasysh ta orientosh, thotë. Kështu që nuk aq më tepër në gjykata që në sisteme të tilla inkorporohen gjithë kodet e procedurave, kodet administrativ, ligjet, interpretojnë. Shikoj, ajo bën menaxhimin të dhënave të kërkimit. Nga tema, Petra, po të bie një shembull. Ndryshe gjykon një gjykatës beqar, ndryshe gjykon një gjykatës që ka fëmijë. Edhe e shikon. Po, është vërtet. Pra. Por kjo është kur jemi pa diell. Diella është e ftohtë sot, është akull. Paradoksalisht. Diella është si mund të materiali materiali. Okej, do të marr edhe pak sekonda. Si mund të bësh ti një kod penal? Si mund të bësh një kod penal ti dhe nuk ke një kapitull për rrethanat lehtësuese? Nuk kemi aspektin social. Po pra, ja ku orientua diella që mos ketë rrethana lehtësuese edhe ty të bie me së ku e dim ne që kodi nuk e ka bërë diella në fakt. Po jo pra ja avokatit po i them pikërisht atë që tha, diellës i ke futur një kod penal që s'ka rrethana lehtësuese. Dhe diella e ka pret ti që t'japi drejtësi. Nga 5 deri në 15 direkt. Se ka një anët e mirë për sa i përket pjesës së kodit ka, sepse në momentin e parë që u dha një ide për krimin e një kodi, po jam më lë pak për këtë. Zoti në atë pikë. Jo, unë jam, shikoj, se e kam dhënë mendjen as për kodin as për. Jo, një sekond. Ora thot tani. Ta shpjegoj për këta që më preke që parë që the janë elita. Nuk janë elita. Sepse punë e parë që gabimin e ka bërë qeveria, në momentin e parë që do hapte mundësinë për të krijuar një kod i penal, duhet bërë të kërkonte përfshirjen e grupeve të interesit. Jo 5 veta që një diskutim në provet, po është diskutim vete, temë tjetër. Temë tjetër. Flogert, kemi një PS e cila po futet shumë e sigurt në zgjedhje. Ndërkohë Ogerta Manasiliu me sa kuptova ja ka lënë në dorë Ballukut fushatën. Kjo më duket sikur tregon edhe një lloj dorëzimi të saj. Ndërkohë, fenomeni Veliaj mund të ketë ndikim ti e the që votat nuk e treguan këtë që ai votat megjithëse nuk doli kundra. Sepse nuk doli kundër. Dhe vetëm duke mos dalë kundër, PS-ja arriti të rritej vetëm me një mandat, i cili në fakt ishte ai mandati që rritej në qark, nga 36-37. Pra le të themi nuk kishte rritje. Ishte aty ku ishte. Qofse do kishte dalë kundër, ne nuk dim ta themi. Mund të themi që po dilte kundër do i rriteshin, po mund të themi edhe që do i uleshin. Kështu që nuk e di ma ja ka bërë Partia Socialiste atë nderjen Veliaj që nuk i ka dalë kundër në zgjedhje apo jo. Doli në favor. Kështu që kjo është e para. E dyta, unë nuk mendoj se Manastirliu ja ka lënë në dorë Ballukut. E para, fushata nuk ka filluar, që ta shohim fiks. E dyta, Rama ditë tha diçka. Sot tha jemi vetëm deputetët dhe ish deputetët. Në vazhdim tha, do jenë dhe gjithë deputetët e qarqeve tjera që jetojnë në Tiranë, që 90% jetojnë në Tiranë. Dhe se janë deputet në Gjirokastër. Po, që të futen në komunitetet ku janë, e kështu me radhë. Tani, qarku me numrin më të madh deputetëve pas Tiranës, Tirana ka 19, Fieri ka 12. Sa ka? 12 me 4. Fieri ka 12. Okej, për të PS-s, po. Dhe përpos kësajt, komuniteti i fierakëve në Tiranë është jashtëzakonisht shumë i madh. Nga ana tjetër, pra, e para është faktori numër deputetësh dhe ndikimi i tyre si ekip në Tiranë, dhe e dyta, fakti që zonja Manastirliu është zëvendës kryeministre. Është pas Ramës, le të themi. Dhe unë them që atë fushat, ose këtë fushat, se me shumë gjasa do ndodhi shpejt, do ta drejtoj pa diskutim vetë Edi Rama. Pa diskutim.
e ka thënë në 11 shtator. Ai fjalim duhet dëgjuar, ridëgjuar sepse aty i thot gjithaj. E kishte kalkuluar atë fjalim me pike me presje, po. Ai tha unë i pari, tha, pastaj gjithë ju, pas kësaj zonjës, jo në krah. Pas kësaj zonjës në zgjedhje. Pra Rama e ka sfidën e vet Tiranën, sepse nuk e kanë raport me Velien fare. Jo. Sot opozitën... Bile, unë e kam thënë diku që në qoftë se do vinin kryeministrin dhe kryetar bashkie, me shpirt do zgjidhte kryetar bashkie. Po e ka thënë ai e tha në një moment që Shqipëria tha në mendjen e tij e shitin si një bashki normale europiane. Po. Si Roma, ku diun diçka ti. Aty jo si shifër aty është, si numër popullsie. Por ki parasysh që Rama më shumë se sa për Velien s'mendoj fare se e ka si sfidë që ti tregoj Velie që unë fitoj pa ty, fare zero. Por Rama me këtë mbyll sagën një herë mirë të kontestimit zgjedhjeve. Bashkitë që janë në lojë, Tepelena e majt, 70+%. Vlora e majt. Mati është bërë punë, se jam vetë nga ndej dhe ai Malaj ka vota dhe besoj se do ja dalë. Kush është Berati i majt? Kush është bashkia tjetër? Tepelena, Burreli, Vlora, Berati, ai Peqini. Po. Edhe ai po ashtu. Pra ato nuk i bëjnë punën e Ramës për treguar që fitoi. Se okay, Berati i majt, Tepelena e majt. Ajo që e hedh në tokë një herë mirë të pretendimin alibin që u vodhën në farë zgjedhore është Tirana. Në qoftë se Edi Rama në Tiranë nuk ka diferencë 58.000 vota Manastirliu nga kandidati i opozitës, por të paktën të marri ato vota që ka marrë Velie, pra 160.000, Edi Rama i jep fund debatit. Kjo është sfida për mua. Pra nuk është sfida do fitoj Partia Socialiste, se kjo është një garë e pabarabartë, në qoftë se mund të thuar që kemi një ushtri, një makineri elektorale si Partia Socialiste këtej, kemi edhe një ushtri të shpartalluar atje matanë, se nuk merret vesh i pari dytë. E kupton? Po s'dira, ata janë kthyer meme. Jo s'po gjejnë dot, nuk po zgjedhin. Nuk ju pranon njeri. Ka diferencë kjo. Pra nuk pranon njeri i rreshtit parë politik që dalin garë sepse e shes si fikjen e karrierës politike. Pranojnë ta dorës dytë. Një antar i Këshillit Bashkiak do pranonte. Po jo një deputet, jo Rida për shembull, ose tjetri. Në këtë kuptim Rama sfidën, prandaj them që do jetë vetë kali karrocës, pastaj kjo zonja Balluku do jetë me ushtrinë e vet të Fierit për të maksimizuar komunitetin, votën e komunitetit Fierit. Manastirliu do jetë kudo sepse është imazhje bla bla bla, edhe tjerët respektivisht në komunitetet që përfaqësojnë se Tirana dihet që është multi. Po s'ka tregon një lloj frike të Ramës për një rrjedhje votash, për një mos pëlqim. Mu më duket, megjithëse sapo kanë kaluar. Mu më duket mungesë mëshire otan. Rama nuk politikisht Rama është i pamëshirshëm. Do më thënë, ai se Partia e Lirmetës bjem dakord, ka mbaruar. Po bëri zgjedhje, hyri PD, Berisha do ta ketë më të vështirë qëndrimin. Ma ai mua më ngjan, tani do të jem shumë i sinqert, e shoh. Të pa interesuar janë e shoten PD është e pa interesuar për të futur. Po, është Rama e ka prerë mbes doktorin te kjo marrëveshje që kanë patur. Se ka pritur doktori që ta çojnë zgjedhje, po Rama mua kur e shoh në narrativë otan, më duket i pangopur mor burre, i pangopur për të mundur Sali Berishën. Nuk i del e keqja më vëlla, nuk e di nga e ka leva e nëse mendoj që ai e ka lodër nga i vjen. E ka kështu më, e ka ose është adrenalin. Personalisht mendoj që Saliun e ka së shmirë për të thënë, po duke parë që Saliu është tashmë hija vetvetes, nuk është më Saliu që patjetër. O thon një Sali Berish ku kakaris gaz bardi XY një tjetër, është e pa imagjinueshme 15 vjet përpara. Gazi mjaullin nuk kakaris, po dëgjoj. Unë them që Rama më shumë se sa garë elektorale, Rama ka kuptuar diçka. Sali Berishën sa më thellë ta mundësh, aq më të vështirë ka doktori Tiki, pse Rama nuk do që Tiki doktor. Patjetër, do që të marrë revansh. Dhe Rama e do aty
Po nuk e do kur e sheh që fillon të përmirësohet doktori, se pastaj edhe ai fillon e bie në një lloj vaniteti që thotë ok. Ai do që të jetë aty. Ka fuqi, ka ato vota që ka. Kush? Rama? Doktori? Doktori, i ka votat ai, nuk është sa ashtu. Ai edhe pa logo ty i ka vota. Po problemi është që si e sheh avokat këtë ngut të Ramës për ta mundur doktorin çdo 6 muaj. Si e shpjegoj? Se mua më duket manjakri politike kjo. Unë nuk e besoj që do kemi zgjedhje, po mos edhe kemi zgjedhje. Po do keshin 5 bashki tjera më burr. Shikon, nuk i shfutur. Po si nxori këto nuk i nxjerrë ato. Po ato janë, ato janë tjerë që i shfutur kot lojës Rama. Shikon, ndoshta edhe për të justifikuar te pjesa e Bashkimit Evropian, te partnerët atje që thonë që janë e zbatojmë ligjin e kështu, unë kam marrë kosta për sipër në pjesën e zbatosmërisë ligjore, nuk mund ta lë Tiranën pa një kryetar, se faktikisht Tirana është pa kryetar. Kështu që kjo është ajo që shikojnë te Rama, po tani te doktorin e ka kështu lodhur ai. Shiko, Rama ka arritur në atë pikë që PD-n e ka kështu, e ka tavull tani. Kam idenë që ka arritur pikën e kulmit dhe që ai e shikon nga sipër. Ta çoj me 150.000 vota. Këtë kam. Më pak do vë. Më pak do vë se doktori do e çoj deri aty sa të jetë ajo forcë e dytë. Jo ti kush doktori në 2029. Se kush e di se si do vete fati doktorit. Mund dali pa fajshë, mund të jetë shpikur një vaksinë për pavdeksinë Petraj, se vetë po flet për inteligjencë artificiale, kështu që i lëm të teori. Ky shkreti vetëm inteligjencë artificiale s'ka tani, flasim atë që Berisha, po ta shikosh edhe vetë, ta shikosh nga afër, Berisha ka rënë komplet, totalisht. Berisha ka marrë të fuqinë tani para. Shikoja një përpara 2-3 orësh para sa të vinit juve, shikoja një intervistë që kishte thënë Berisha, se duket sikur edhe emrin dritare na e ka dhënë Berisha, në fakt na e ka dhënë Berisha, ishte në intervistë me Rudinën, me Rudina Gjungën. Dhe natyrisht një Berish që s'kishte lidhje fare. Krejt tjetër. Sigurisht që është sot. Sigurisht. Prandaj unë thash që është hija e vetvetes. Të shkojë t'i bëje presion Berishës nuk ekzistonte, ishte e pajmaj, mund t'i bëje presion Nanos, mund t'i bëje presion Ramës, po Berishës nuk ekzistonte t'i bëje presion, dhe ishte një Berish komplet tjetër, energjike një tjetër, dhe thoshte në emision që kjo t'jetë një dritare ku thuhet e vërteta, do t'a bëjmë edhe spot, edhe reels që dalë. Po e kam fjalën që Berisha tashmë është kjo që thot Petraj, nuk prodhon më, nuk narrativa e tij është vjetruar, skemat e tij politike të vjetruara. Shikon, nuk mund ta me modelin Biden nuk mund ta mohosh talentin që të mbash bashk PD-n, e cila është shkartisur komplet. Karavidhesh, njerëz që mbar votash edhe sot e kësaj dite. Ai sot një miting të bëj, do t'i mblidhen më shumë se që mund të bëj kërkoj një miting nga zbardhësh. Po më mirë, patjetër se ai është lisi që nuk kalon asnjë pemë t'i bjerë dielli, që të kuptohemi, nuk kalon dritet askush ai. Po mund, po. Sali Berisha, dëgjoj kur ai është në bashkëqeverisje me Ramën, se këtë harrojmë të themi ne. Po mirë, ai është normale që domethënë ata rregullat e lojës sot tani bëjnë bashk. Bëjnë kodin elektoral bashk, bëjnë amnistitë penale bashk. Diti në një ndërtues ose në një oligark të doktori që vuan se s'ka punë tani me qeverinë Rama. Fati se si do vinte Shqipëria u përcaktuar në 85-ën, që kur vdiq Enveri, që po i qante në xhmiat e koka dhe i thoshte që Enver ti e le partinë të fortë. Dhe në momentin që e merr Ramizi ndau gjithë kapelet tiktea, po jeni të tërë të PPSH. Faktikisht 83 vjet janë këta dhe çka ka ndryshuar? Nga këta e njëjta skem janë. Po ta shikosh ikën njëri vin tjetri, po janë i njëjti brum. Dhe faktikisht më thoni cilët nga ata zëra potencial kundër ka gjetur veten ose ka tentuar të hyjë brenda atij gardit të rrethuar prej tyre, të mundet të hyjë brenda, nuk hyn dot, vetëm i lënë të tërë nga gardi edhe unë mendoj për momentin mbase është më mirë shiqur që kemi evolucion dhe s'kemi revolucion, se revolucionet janë të s'ka, nuk janë shqiptarë për revolucion. Shqiptarët kanë dhënë prova që u ndal nga Turqia pa luftë. Unë jam për e vetmja luftë që është bërë me pjesën shqiptare ka qenë provokacion dhe gushtit.
Ajo ka qenë faza më organizuar. As lufta nacionale çlimtare s'ka qenë organizuar kaq shumë sa u bën. Mos më kalo për herë të dy se këtu edhe mund të zihemi pastaj bashkë. Këtë mos e thuaj se janë sa të vrarë që jo, nuk e dëshmoj të kundërtën. Edhe unë kam njerëz të vrarë në atë luftë. E di se po e them, se kam takuar ata që unë ushtarak gjerman, i cili ishte një prusian i vërtet, dhe ambasadorin gjerman të vitit 2013-14, nuk e mbaj mend emrin, i cili ishte një zotëri burr, dhe ne shkonim për homazhe, tek se ata nuk kanë ditën e të rënëve që quhen dita luftrat. Edhe shkonim për homazhe te varrezat e ushtarëve gjerman që janë te liçeni. Ambasadori gjerman më tha diçka. S'arrit ta kuptoj, tha. Pse tentoni ta hidhni poshtë luftën tuaj? Ai po përkujtonte ushtarët që ishin vrarë aty, ëh. Sepse ju, tha, keni një kontribut të jashtëzakonshëm, tha. Juve keni një kontribut, tha, për frymë të popullsisë, po aq sa çka Jugoslavia, tha. Unë pastaj hyra shifra dhe doli që ne kontributin e kishim njësoj. Kontribut gjaku dhe gjerman të vrarë në teritorin shqiptar. Dhe gjerman të vrarë në teritorin shqiptar, po gjerman, se janë vrarë edhe Waffen-SS që ishin jo Armen, Azerbajxhanas, nga Republikat e Kaukazit. Po, janë vrarë 3.800 sa, diku të 3.000 gjerman, këtu në Shqipëri. Pra nuk është një kontribut që mund të hidhet poshtë. Sa? Po 800.000 veta kemi qenë më burë, me tuberkulozë, me malarie, me sifilis, me një. Që është ta lëmë këtë muhabet? Të kthehemi te sfida që e pret, do me thënë, Ramën me Erion Velin edhe me Berisha. Ti e quan tradhti të Erion Velis këtë padi që ka bërë? Nuk e quaj tradhti, ndoshta Erion Velia po përdor gurin e fundit, por mund të jetë edhe një lojë për të penguar mos të zhvillojnë zgjedhje në Tiranë. Unë mendoj dy duar për një kokë, Flogar, si thua. Dëgjoj, s'mund t'i vëshaj, është në qelin. Ta thash, ti thua Erion Veliajt sot, pse e apelon, është të jesh, ku diun, ose naif, ose duash tallësh me të. Ti thua burgun se është në pikë, po jo, ai është në hall. Po themi ne pse ankim. Jo, nuk është debat, jo, e kam si retorike. Domethënë, po flasim ana politike. Ai është në një pikë tani që duhet ruaj kockën, se mishi ka ik. E kupton? Dhe nëse ai nuk do bëj dhe këtë luftë, se luftë politike nuk po bën. T'ishte për të bërë luftë politike, Veliaj do e bënte përpara zgjedhjeve, që të bënte presionin tek Edi Rama e tjera me radhë, do ishin ndoshta në kushte të tjera. Dhe, okay, do ishin divorci përfundimtar politik. Ai e sheh që vetëm në betejë që do bëj, se nuk ka ndërmend të bëj politikën, është kjo juridikja. Domethënë po i çon një mesazh Ramës, jam duke e bërë shpëtoj kokën. Jam duke bërë këtë sepse edhe Rama këtë, nga fjalimet e Ramës, 2 fjalime, 11 dhe 1 më vonë, Rama këtë e ka lënë të kuptohet që do ndodh, pra nuk do jetë surprizë, po thoshte Rama. Se bëri Erion Veliaj këtë ankimimin atëherë kushtetuese në kushtet që unë jam kryetar bashkie, jam arrestuar me një vendim gjykate në zyrën e kryetarit Bashkisë Tiranës, i zgjedhur me votë nga populli i Tiranës. Pse bëri këtë atëherë që jemi përballë zbatimit të ligjit? Unë po them për tani, se unë nuk di hapësira sa të duash. Problemi është që nuk di ta them se po ti ishte arrestimi i Veliajt është përplasje demokracisë me drejtësinë. E pastër. Mondi, po t'jetë që të t'jap unë ide për teknika komunikimi, për të ndërtuar një fjalim, për të ndërtuar një fushat, unë dhe tani besoj se e bëjmë. Se ky e ka eksperiencë më shumë se unë e kam shkollë. Po ajo është fusha jote pastaj, nuk e di unë çfarë kanë bërë mirë, çfarë kanë bërë gabimistë. Se bëri, shiko, ki parasysh ai një njeri që është në izolim, Fillon stresi. Jo, ti ke boll njerëz në përduar që janë nëpër birut. Patjetër. Nuk janë ata që janë jashtë. Patjetër. Pastaj kanë një mënyrë tjetër logjikimi. Pastaj pyetja është banale dhe shumë e thjeshtë. Ore, çfarë fiton Erion Veliaj nëse bën luftë politike me Edi Ramën? Duhet hequr në kushtetutë, dhe në kodin penal apo të tjerë të pjesën procedurës, të cilët janë elementet e drejtësisë, duhet hequr dyshimi i arsyeshëm. Me dyshim të arsyeshëm nuk mund të futesh më në burg. Dyshoj, unë thotë, pjesa tjetër të fusë me këtë ngre akuzën, të themi dyshohesh përse ke kryer këtë vepër penale, aq ka për pastrim parash, futu në burg sa të bëjnë analizën unë, pastaj e flasim. Me vjen, janë disa gjëra të cilat nuk shkojnë më.
apo shpërdorimi i detyrës, i cili njëri mund ta ketë bërë edhe nga padija. Njëri mund me këto gabime njerëzore. Dhe po ta shikoni tani edhe pjesa e largimit të shpërdorimit të detyrës nga pjesa e largimit si pjesë të veprës penale, që në disa shtete të Bashkimit Evropian është prezent, dhe Bashkimi Evropian e ka lënë si detyrë tani që neve ta largojmë si vepër penale, po të jetë akt administrativ që mund të kapi një pushim nga puna e tjera. E fjalë janë disa elemente të cilat këtu është përdorur keq, është keq i interpretuar ligj. Në Shqipëri asnjëri nuk është i sigurt. Këta veprojnë gjithë si xhandar, sinqerisht kanë një fuqi të papar, nuk i kontrollon dot askush. Me vërtet, sidomos kur shikoj avokatë dhe që mbrojnë gjyqtarët dhe prokurorët, më bën çudi sepse avokatët nuk fillojnë të ngrenë atë boshtin e identitetit të vet, që kanë probleme me identitetin e vet, me besueshmërinë e tyre në sistem. Me fjalë janë komplet të shkëputur dhe i ka shkëputur gjyqësori dhe organi i akuzës, ndërkohë që ngelen në pika shumë të befta. Po tani pse ka njëri natë ramën, do ta përkrahun tani këtë gjyqtar sepse kam i natë ramën. Avokati duhet të heqë dorë totalisht nga këto gjë. Totalisht. E qartë, jemi akoma popull pasionant. Kështu që këto emocione, rastet emocionale, gjitha që i kemi, ne duhet të heqim shumë dorë. Dhe prandaj e preka që kodi penal të neve duhet të vëj dorë në disa element të cilat me të vërtet i dhëmbin njerëzve. Okej. Është temë tjetër, kjo le të shpresojmë. Kam dëgjuar shumë kritika, ndoshta ja vlen të bëjmë një emision tjetër të përgatitur me pika se ku mendon që duhet ndërhyr. Prap spaku sa do ulë rastin këta të shohim edhe spaku një histori më vete. Flogert, faleminderit. Faleminderit. Petre, faleminderit. Faleminderit dhe juve që na ndoqët, natën e mirë.